Arti shqiptar është në zi, teksa këtë të shtunë ka humbur një nga ikonat e tij më të mëdha. Është ndar nga jeta e aktorit i njohur Koço Qendro, një prej figurave më të spikatura të teatrit, estradës dhe kinematografisë shqiptare, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme artistike që shtrihet në më shumë se 6 dekada. I lindur më 15 maj të 1927 në Senicë Delvinës, Koço Qendro e lidhi jetën dhe karrierën e tij me Korçën, qytet ku u bë një nga themeluesit dhe artistët më përfaqësues të teatrit dhe estradës profesioniste. Me qindra role në skenë dhe në film, ai u kthye në një nga emrat më të dashur për publikun shqiptar. Roli i Arpagonit në komedinë Kopraci të Molierit mbetet një nga interpretimet më të spikatura në historinë e teatrit shqiptar. Ai e interpretoi këtë personazh në periudha të ndryshme të jetës, duke u rikthyer në skenë edhe në një moshë shumë të thyer dhe duke dëshmuar se pasioni për artin nuk njeh kufi. Në kinematografi, Koço Qendro la gjurmë me interpretimet në filma si I Teti në bronz, Përballimi, Agimet e Stinës së Madhe, Vendimi dhe prodhime të tjera që mbeten pjesë e fondit të art filmit shqiptar. Përveç aktrimit, ai dha një kontribut të çmuar në ruajtjen e historisë së teatrit korçar, duke dokumentuar kujtime, ngjarje dhe figura që kanë ndërtuar traditën e skenës shqiptare. Për veprimtarinë e tij, u nderua me titull dhe vlerësime të shumta, ndërsa së fundmi u shpall edhe ambasadori i Qarkut në shenjë mirënjohje për kontributin e jashtëzakonshëm në kulturën shqiptare.